Përshëndetje, po e nisim këtë emision pak më ndryshe se sa jemi mësuar të nisim emisionet e tjera. Realisht sot jo vetëm unë, por çdo shqiptar ka dëshirë me ditë për historinë e shqiptarisë në përgjithësi, për të kaluarën shqiptare, si ka qenë shqiptaria, si është krijuar shteti shqiptar apo historia shqiptarëve, sepse ne si shqiptar jemi mësuar shpeshherë të lexojmë shkrimet të ndryshme, të dëgjojmë fjalimet të ndryshme, të lexojmë dhe të dëgjojmë edhe të predikime të ndryshme nga lloj-lloj historianesh apo nga lloj-lloj mënyrash të servira në media apo në gazeta apo me shkrime, por realisht flitet që Vatikani e ka historinë tonë të shqiptarëve, sa i përket historisë shqiptare, të vërtetën dhe të saktën, me sa kemi dëgjuar. Jam kurioztar me ditë, a e ka dhe dikush tjetër? Flitet, a e ka dhe Stambolli apo jo? Por për këto të tjerat ne do flasim sot dhe sonte më gjërësisht, pasi duhet si popull shqiptar ta dim për ardhjen, sepse pa e ditur për ardhjen tonë ne nuk e dimi. Pa e ditur për ardhjen tonë nuk e dim ku jemi dhe ku do shkojmë. Pra është me vlerë shumë madhe që të dim të vërtetat e historisë shqiptare, pasi më vjen keq si shqiptar pikë e parë që jemi të ndarë pikë 5 në gjitha anet dhe pikë 5 me mendime në gjitha anet. Sonte kemi të ftuar special në Zvicër profesorin e zotshëm tashmë që po bën buj i shpërndar, i komentuar, i postuar në media, në gazeta, në portale, në rrjetet sociale, gjithandej profesorin e mirënjohur tashmë që kemi ekstra dhe kënaqësi që të kam në studio, zoti Mark Palnikaj nga Shqipëria në Zvicër në IM sonte. Dhe ky emision quhet IM Mark Palnikaj, që do thotë un jam Mark Palnikaj. Mirë se erdhe profesor. Mirë se u gjeta, përshëndetje stafit juaj edhe teleshikuesve që po na ndjekin. E kënaqësi që të kemi sonde në studio dhe rastësi që je sonde në Zvicër. A mund ta dim arsyeën e vizitës tuaj në Zvicër? Unë në Zvicër kam qenë shumë herë, por prej 8 vjeç nuk kam qenë sepse kam pas arsye shëndetësore dhe ka qenë e pamundur. Mas këtyre intervistave televizive që kam dhënë, dashamirësit e mi e fonsat e mi më ftuan për vizita dhe kam ardhur me datën 19 në Bazel. E kishin organizuar një mbrëmje shumë vllazëre, shumë dashamirëse, e kaluam një natë shumë të këndshme me bashkëdhëtar që ishin grumbulluar. Edhe zhvilluam dialogun në formë pyetje. Thash unë nuk kam përgatitur fjalën, as nuk do flas sepse nuk e shoh të arsyeshme që u më i dhon një leksion. Ne jemi bashkë bisedues, pyetni çfarë doni dhe do ju përgjigjem aq sa di dhe ashtu kaluam atë natë. 3 orë kaluan si 5 minuta. Edhe jam i falënderoj gjë rastin nëpërmes televizionit tuaj, me i falënderoj të gjithë ata pjesëmarrës për mirësinë dhe për bashkëpunimin dhe për satisfaksionin që më dhanë mas edhe traumave shëndetësore që kam kaluar dhe u ndjeva aq mirë sa më duk sikur më dhanë ilaçe dhe sikur më shëruan. Bravo. Faleminderit shumë për atyne dhe për jush. Bravo. Faleminderit edhe për teje që je sot në mesin tonë dhe si një hulumtues, si një albanolog i njohur dhe si një hulumtues në arkivën e Vatikanit. Pra që ke bërë bum dhe buj me deklaratat tuaja dhe me risitë të reja të padëgjuara më parë nga arkiva Vatikanit që flitet që Vatikani e ka historinë e shqiptarëve të vërtet. A është të vërtet që Vatikani e posedon historinë e saktë të parardhjes, të historisë, të lashtësisë, para Skënderbeut, me Skënderbeun, pas Skënderbeut e tutje? Arkivi i Vatikanit, për arsye të lidhjeve që ka, domethënë, perandoria romake me Ballkanin dhe italianët bashkë me shqiptarët dhe me pjesën ballkanike, me atë që quhet Iliriku, që Iliriku përfshin zonën nga Trieste deri në Peloponez, pra këtë zonën e Bregdetit, plus edhe deri në Bullgari dhe deri në Serbi, ka qenë kështu ka quhet në atë kohë, quhet Iliriku. Dhe Vatikani ka dosje që fillojnë nga viti 187 i erës tonë deri në vitin 2023, ka dosje të pashkputura. Në Vatikan janë 95 kilometra
dosje, do me thonë që në qoftë sa të dosjet si që janë vendosur në përrafte, do t'i marrim e do t'i vendosim në rrugë njëna pas tjetrës, do t'jenë 95 kilometra. Dhe një pjesë shumë e madhe për arsye të afërsisë me Shqipërinë, me Ballkanin, dhe për arsye të lidhjeve të pashkputura për mbi 2000 vjet, ka më shumë se për pjesën tjetër të botës, pra pjesa për Shqipërinë edhe për zonën për Shqipërisë është më e madhe se sa për pjesën tjetër të botës. Për shembull, ta zëm për Spanjën ose për Marokun ose për Arabinë Saudite, ka kaq shumë dokumenta sa domethënë nëse studiosit tanë i shfletojnë ato dosje, gjithçka dele qartë si drita e diellit, se kush janë shqiptarët edhe çfarë të kaluar kanë, edhe deri në ditën e sotshme ka dokumenta edhe të shekullit 20, domethënë nga viti 1900 deri në vitin 2023, pra i ka të pashkputura që nga viti 187 edhe deri sot. Nëse shumë njerëz duke mos kuptue, njerëzit që janë pa jo nga djallëzia, po nga padia, do me thonë bajnë një ndarje banale të papranueshme, që do me thonë kush musliman është turk, kush është ortodoks është o serbo-grek, dhe kush është katolik është italian. Në fakt nuk qëndrojnë këto ndarje, këto klasifikime janë të turpshme dhe të pa drejta, sepse jo çdo musliman është turk. Ka shqiptar që kanë pranuar besimin islam që është e lejueshme në tonë botën, pranojnë edhe sot konvertohen në fenë islam me njerëzit edhe nuk janë turq. Po kështu ortodoksia është krijuar para se mu krijuar Greqia dhe Serbia. Serbia si ishte shtet kur e krijuan atë në vitin 1054 kur i ndan kishat. Pra shqiptar që besimit ortodoks ka pas deri në ditë sotit edhe sot, edhe Fanoli në vitin 1931 e krijoi kishën ortodokse shqiptare, autokefale. Ndërsa sa për katolicizmi e ka, domethënë, fillon me Jezusin dhe deri në vitin 387 ka qenë e ndaluar doktrina e Krishtit, e Jezusit. Krishterimi ka qenë fe e ndaluar dhe në vitin dhe njerëzit janë persekutuar, për shembull Shën Sebastiani ose Shmasiani si njihet në Malsi, në Pukën, në Tropoj, e kanë varë vetëm pse e kanë zbuluar që ai po merret me krishterimin. Edhe ai xhelati që e ka vrarë, i kanë thonë ti do marr shobat edhe me vrarë, dhe e kanë lidhë në gjitha ato skulpturat e kishte dhe në pikturat dhe është i gjakosur dhe lakuriq, pa rroba, dhe është nga martirët e parë të krishterimit. Dhe në vitin 387 krishterimin nuk e kanë legalizuar italianët, e ka legalizuar Konstantini, perandori Konstantini, që ishte nga Nishi, ishte një shqiptar, dhe kishat e para edhe do me thonë dioqeza nga më të parat në botë është dioqeza e Durrësit. Dhe ne nuk e kemi marrë nga italianët, e kemi pas, nuk po them që e kanë marrë italianët nga ne, por e kemi pas krishterimin para italianëve. Dhe nëse s'do kishte ardhur turku në Shqipëri me rënu ato që ka bo, ne do t'ishim sot në nivel në Italis, si që është Kroacia, do ishim asnjë lloj dallimi, s'do kishte dallim midis Shqipërisë, sepse Shqipëria, para se të vinin turqit edhe serbët, ka qenë e zhvilluar, ne kena pas Butrinti ka stadium, kena pas Durrësin, kena pas Apollonin, kena pas Albanopolin, kena pas Shkodrën, kena pas gjitha ato qytete zhvilluara me stadiume. Në Durrës stadiumi është ndërtuar para 2000 vjeç. Dhe nuk kemi qenë të pa zhvilluar, kemi qenë të zhvilluar me zhvillimin e kohës. Pastaj sunimi i serbëve, që ata kanë rënuar, për shembull Shasi ka qenë nga qytetet më të bukura të Ballkanit, me 360 kisha kanë rënuar. Sarda, që Shurdhahu, që është në liçen e Central Vaudes, ka pas 365 kisha, kanë rënuar dhe ato. Edhe kanë rënuar gjithçka. Mas pushtimit Osman, për rreth 200 vjet, krishterimi ka shkuar në prag të shurjes. Dhe unë kam gjetë dokumenta në Vatikan me shumicë, janë me qindra mira, unë i kam marrë dikun një 10.000 faqe.
Pra, i ke marrë 10.000 faqe. Po, i kam marrë. Të është lejuar për t'i marrë 10.000 faqe. Po, të fundit i kam marrë, të hanën e kalura, i kam marrë 2.300 faqe. 2.300 faqe i ke marrë. 2.300 faqe i kam pagu, i kam marrë para një jave. Që janë faqe të asaj kohe. Po, të asaj kohe, po janë faqe. Dhe atje, nëse i marrë me i studiojmë ato dokumenta, tani, une jam marrë për historinë e Shqipërisë, shumë gjëra janë ezauruar sepse kanë punuar, ndërsa për historinë e Kosovës, për arsye të pushtimit serb, nuk është punuar fare. Dhe unë tani ju kam përkushtuar Kosovës dhe në intervistën që kemi bën te TV Dukagjini me Trekorrik dhe në intervistën që kam bën në bibliotekën Pjetër Bogdan Prishtinë me 29 qershor, që janë të dyja në YouTube edhe të dyja të mushme. Po, që kishe edhe shumë të ftuar profesor nga më të ndryshmit aty? Aty u kam treguar se sa pak kemi punu për Kosovën, sa shumë dokumenta ka për Kosovën dhe si duhet me i publiku ato dokumenta për mju përgjigj ekspansionit ekstrem të kishës shumë reakcionare serbe, shumë antishqiptare, të kishës ortodokse që nuk është një kishë katolik e krishter, po është një kishë e krishter antishqiptare. Me mision antishqiptar. Me mision antishqiptar. Dhe Akademia e Shkencave, raketat, edhe topat, edhe armët që ka Serbia nuk janë të rrezikshme as për Kosovën as për Shqipërinë, sa që janë akademia shumë e politizuar dhe shumë falsifikatore, Akademia Serbe dhe Kisha Ortodokse Serbe. Dhe kjo nuk luftohet me armë, nuk mund të shkojmë me i vra as priftat as akademikët serb. Ajo lufta që mund të bëhet duke publikuar dokumentat me drejt zotit, duke marrë dokumentat, si që janë në Vatikan, me i publikuar dhe me treguar kush jem na me i treguar bocë me thonë urdhë vllai, kemi marrë në Vatikan, ja ku janë. Kjo është, se nuk mund të vriten ata, nuk janë armiq tanë, ata janë kundërshtarë tanë dhe ata nuk mund të vëjmë luft me tanke, as me kishën serbe, as me shtetin serb. Lufta jonë është me punua akademikët shqiptar, me publikua veprat, me tregua që në shekullin e 4 kena pas kishat benediktine më të mëdhaja se të Italisë. Kisha Novoberdës në shekullin e 4 ka qenë më e madhe se kisha Shën Pjetrit në Romë. Kupton? Prandaj ato tani u zbuluan mas çlirimit të Kosovës, vjet u zbuluaja kisha Novoberdë për 3.000 veta me marrë mrena. Dhe ne benediktint kanë qenë të krishterë, po kanë qenë një lloj feje që krahas anës shpirtërore krishtërimit kanë pas në çdo kish, përveç kishës që njerëzit shkonin atje dhe luteshin edhe merrin mësime fetare, kanë pas edhe kolegjin aty, kanë pas edhe manastiret, kanë pas shkollat. Edhe në ato shkolla, siç bëhet sot edukimi profesional që i mësoj njerëzit me riparu televizore, me vërë telefone, makine, kështu, në atë kohë, për kohën që ka qenë, kanë mësua njerëzit si me i mjell pemt, si me i shërtuë, si me i kultivuë, si me i rritë bagtit, si me i kryzuë, dhe kanë pas edhe në atë kohë ka pas dhe vendi, Kosova ka pas zhvillim shumë të madh. Tani, dëgjojmë shpesh serbët që thonë Kosova është djepi i Serbisë. Si mund të jetë djepi i Serbisë një vend që ata kanë ardhur në shekullin e 7, këto di gjithë bota e pranojnë edhe ata vetë, se kur kanë ardhur ata në shekullin e 7, Kosova nuk ka qenë një livall, edhe një pyll që kishte vetëm arije, ujqe, lepuj e dhelpra, po kishte qytete, kishte Justiniana Prima, kishte Prizenin, kishte Shkupin, kishte Prishtinën, kishte Novoberdën, kishte gjithë ato qytete. Dhe në Kosovë janë shkrim metale, janë prej monedha dhe ka dokumenta dhe ligje të publikuara, të ruajtura, pse si ishin rregulla e prerjes monedhave, mos me i prej monedhat falso, me ato që deklaron me i fut ato materiale, ato metale që monedha mos jetë falso për të ketë vlerën e asaj. Pra, ajo ka pas një qytetari dhe këtë punë studiosit kosovar nuk e kanë bë. Ata
vitet e fundit kanë botuar vetëm për genocidin serb që ka ndodhur në vitin 1878 për 850 fshatra të nishit që janë deportuar si turq. Ata ishin turq, ishin musliman shqiptar, domthon shqiptar, kryesisht kelmencën i ka emërtuar dhe që ishin konvertuar në musliman dhe i kanë hije këtë gjithë, i kanë quar edhe janë 850 fshatra. 850 fshatra i kanë botuar studiuesit ja Jadran Çolli të tjerë. I kanë botuar Jusuf Osmani këta i kanë botuar ato edhe të tjerë studiues, por nuk është këtu, nuk fillon historia e Kosovës. Historia Kosova, para se me i thonë Kosovë, është quajtur ndryshe, është quajtur Dardani. Dhe Dardani është quajtur para se më ardhë serbët. Serbët kur kanë ardhur aty e kanë gjetë shkruajmë Dardani, vendi i Dardhave. A kupton? Edhe këtë gjë nuk e pranojnë as shkijet, as nuk e argumentojnë me fakte studiuesit kosovar. Pse? Sepse në Vatikan ka sa duash dokumenta atje, ka me mia, me qindra mira. A kupton? A ka përpjekje nga shteti për t'i marrë këto dokumenta apo për t'i kërkuar nga Vatikani këto dokumenta që të paktën ta shkruajmë historinë ashtu siç duhet dhe mbi ç'baza është shkruar historia deri tash përderisa kohët e fundit po merren dokumenta nga Vatikani e para. E dyta, kur Vatikani e din këtë histori të Kosovës që ka qenë dhe Serbia ka më vonë, për çfarë arsye nuk njihet shteti i Kosovës sot nga Vatikani? Unë bashkë me një grup nga shoqata Vatra kemi qenë me datën 25 tetor një mesh që organizoi Papa për ndër shqiptarëve. Kam shku bashkë me djalin edhe kemi shku me disa shqiptarë dhe të gjithë ishin 120 shqiptarë. Po iniciativa ishte e Vatrës nga Amerika. Këtë temë kam diskutuar me njerëz të kompetent të Vatikanit. Jo me papën, por me njerëz të tjerë, sepse unë atje kam punuar 3 muaj, tani 1 muaj punova ashtu. Dhe kam njohje e nevojshme. Sa për të marrë hulumtimet e nevojshme? Ajo, problemi i njohjes është një problem që domethënë të i kalon kufit e këtij emisioni dhe është një problem diplomatik që duhet më sqaruar në një mënyrë tjetër. Nuk mund ta themi në këtë emision se çfarë parimesh kanë ata për njohjen e ata kanonën diplomatike të tyre dhe ata nuk e shkelin parimet që kanë sepse pasaj duhet me njoftë edhe 100 shtete të tjera. A kupton? Edhe ata kanë parimet e veta që me njoftë kur me njoftë. Ndërsa për historinë ata nuk fshehin as i dokument. Mua më thonë çka ke zbulue. Nuk kam zbuluar kur gjamër zotëri. Se nuk i mlojnë, janë të zbuluara dhe kur shkoj aty më thonë zotni Mark, senior Mark më thonë ata, thonë qa do se po t'a japim, urdha falë se po t'i bjem gjitha. Nuk më shefin as një gjë, i japin gjitha. Por më kanë thonë Shqip, jo po në gjuhë italianë, më kanë thonë, pse nuk vinë, historia ju është në këtë dosje, pse nuk vinë studiues nga Shqipëria me marë. Atë po them bradhon. Po, tani po të spjegojnë, po të përgjigjem. Nga Shqipëria, në bazë databezit që kanë ata në kompjuter, deri të paktën deri me 30 maj që kam qenë në 2023, 8 shqiptarë janë aty që kanë një. Kanë emna, se është databezi. E kanë emna 8 shqiptarë që kanë marrë, domethënë leje hyrje, kanë një bën kërkime dhe nuk mund të thotë. Ka njerëz që thotë kam kërkime individuale apo të vetëm individuale. Individuale. Po kryesisht janë pripsat, janë Gjergj Gashi, janë Frok Zefishi, edhe janë domethënë Luiz Marlekaj, janë disa fretën që kanë hyrë aty dhe as nga Akademia e Shkencave e Kosovës, as nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë që ka 51 vjet që është krijuar dhe ka 54 anëtar të Akademisë Shkencave, asnjëri që me hapja aty arkivit s'ka studiuar atë arkiv, as nuk ka marrë dhe unë e ndihem keq. Sepse më paragjykojnë dhe manat e muajnë. Kur e thomë unë duhet me shkue, pse kam fol me akademik, thonë janë të bëtu me krejt, ja bojnë kështu, i ka bëtu shumë flaje, Tajner ky, ai përmendin një 5-6 studiues. Ata studiuesit,
Është e vërtet, Tajneri për shembull është një Polak. Ka bën dokumentat për Hungarinë. Për Hungarinë, Hungaria ka qenë superfuqi në atë kohë, ka qenë perandori dhe ka pas lidhje me Shqipërinë. Dhe në 4 volume që i ka bëj për Hungarinë, janë një 200 dokumenta për Shqipërinë, por nuk do të thotë që janë krejt Shqipërisë, sepse janë 4 volume për Austrinë dhe nuk janë për Shqipërinë, duhet me qenë 4 volume për Shqipërinë, ato e quajnë. Dhe duhet me bën jo Tajneri, po duhet me bën një shqiptar. Duhet me i bani shqiptar. Dhe këta thonë janë të botuara krejt edhe nuk shkojnë me kontrollue. Tash unë aty kam shkuar, kam pa dosjet. Nëse dikush unë nuk mund t'ja futi kot me rrek këtu sepse rrend dalin shesh, hapeni faqen e Vatikanit www.archivi apostolico Vaticano edhe hapeni ç'a thot? Thot janë 60 karrika për krejt botën, janë 8 miliard bota. Thot janë kriteret për me një aty, thot mund t'japim 5 dosje në ditë atij që është shkruar në database, hapet në telefon aty ose në celular, shife. 5 dosje në ditë, 3 jepen deri në orën 12 dhe 2 mas orës 12. Nëse s'ke marrë asnjë deri në 12, t'japin vetëm 2 mas dite. Nëse i ke, pra nuk t'i japin 5 dosje në ditë. 5 dosje në ditë për 95 kilometra dosje duhen 200 vjet me shkuar një studiues me i bërë. Pra nuk i marrohen kur, po duhet me shkuar të paktën 5 vjet deri në 10 vjet grup nga Shqipëria, i të organizuar nga shteti, të autorizuar për cilat fonde dhe për cilën periudhë, edhe me i marrë dokumentat me periudha, dhe ata mua nuk më kanë fsheh kur gjë. Për vitin është një fond, quhet Regjistrat e Vatikanit, Regvat. Është nga viti 1200 deri në vitin 1506. 400 regjistra me dokumenta. 400 regjistra. Aty ka me mira dokumenta për Shqipërinë. Është e vërtet se disa qindra mund të jenë deri 1500 mund të jenë publikuar. Po nuk janë aq, janë me mira të tjerë. Është e vërtet që janë publikuar 15 volume nga studiuesit e ndryshëm dhe mos fundit i ka bën Petër Balti 5 volume për Shqipërinë te libri Albania Sacra. Por Albania Sacra, Balti për Pultin ka bën 77 dokumenta për diocezën e Pultit, që e kanë bën në librin e Pultit. Aty nuk janë 77 dokumenta, janë 1777. A kupton? Ai ka marrë ato dokumenta si një gjerman, një burr i ndershëm, albanolog më i madhi, shumë dashamirës për Shqipërinë, ka marrë ato që ju kanë dokt atij më të rëndësishme dhe i ka botuar. Atij duhet me bën një bus në Tiranë, me shpall në Erikombit, me ia bën gjitha nderimet, por duhet me vazhdu kërkimet, duhet me marrë ato që si ka marrë. E dyta, për Kosovën nuk arriti me bën dhe ma kalon me shkrim. Në letrën e fundit që më ka quë. Dhe une, do me thonë, librin e fundit që e kom bën, ja kom dedikua atij. Librin që bëna për Sospelon, ja kom dedikua, ja kom quët shoqes edhe djalit, ja kom quët. Dhe duke në përmushet abanetit atij, kam shkuar, kam punuar 30 ditë në maj, një deri me 30 maj. Dhe aq mujta me marr 2300 faqe. Po nuk i kam marrë as çerekun, se nuk janë 2300 faqe, janë 20000 faqe që duhet më marrë. Dhe edhe me i marrën që duhet me punu edhe ndoshta një vit për me i gjetë ato, unë nuk i botoj, do të më rënuaj 150 vjet, duhet me i botuar institucionet. Absolutisht. Institucionet kush janë? Është Ministria e Kulturës së Kosovës, Akademia e Shkencave e Kosovës, Instituti i Historisë Kosovës, Ministria e Kulturës së Shqipërisë, Fakulteti i Histori Filologjisë Shqipërisë, Instituti i Historisë së Shqipërisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Këto duhet i bëjnë, nuk duhet i bëjnë se nuk arri, jo se s'duhet, jo se jam demel, po nuk ka mund, është e pa mundon. Pra, edhe nuk ka përpjekje nga shtetet tona për ta. Nuk ka dhe unë thash, je i pari shqiptar që ke dalur publikisht më duket për hulumtimet dhe kërkimet e arkivës Vatikanit. Ke patur reagime nga institucionet shqiptare, paktën për këto që ke thonë që të vazhdoj hulumtimi, të kesh mbështetje, të vazhdosh sepse është edhe vështirë për të intervenuar besoj në Vatikan. Jo çdo kush i mund futet atë, apo jo? Institucionet nuk janë të gatshme me i pranuar njerëzit që punojnë jashtë institucioneve.
Po. Pra kjo është problemi. Për shembull, ata për me pranuar në teatr të operës një këngëtar, edhe pse ai mund të jetë shumë i mirë, se sa i operas po nuk e ata pranojnë. nuk e pranojnë Elifaren, nuk e pranojnë Nushytin. Po. Pse është këngëtar i mirë Salimanin? Sepse nuk është pjesë e operës. Nuk është pjesë e aty edhe nuk e pranojnë. Edhe pra ti mund të bësh gjëra shumë të mira që ja u kalon aty, po ata s'pranojnë, as nuk ti njohin, as nuk ti certifikojnë. Dhe përveç kësaj, ka njerëz që më kanë marrë në telefon, më kanë shfaq edhe me shkrim, edhe me gojë falënderime, urime, por shoh edhe një xhelozi nga një pjesë, shoh një xhelozi, në përdhame mbrapa shpinë, flasin edhe jo mirë. Po duke komentuar. Kjo na karakterizon neve. Po ata që nuk bëjnë asgjë për vete, ata thonë që edhe ky s'është ka bën gjë, nuk ka rëndësi, mua nuk më intereson e punë, i kam bën libra, i kam botuar 2000 faqe dokumenta të pa publikuara që 4 vjet, 2000 faqe dokumenta të Vatikanit të pa publikuara, kur i kam botuar në 2 gjuhë, edhe italisht edhe shqip. Edhe shqip. Unë personalisht jam kuriozitar me ditë dhe realisht po t'i shtoj këto pyetje jo filozofike, jo diplomatike, du t'i shtroj disa pyetje kështu që janë në interes të qytetarëve të thjesht, edhe si mund t'i shtroj një njeri i thjesht. Jam kuriozitar me ditë nga hulumtimet që ke bërë, ke kërkuar, si ka funksionuar Shqipëria para Skënderbeut? Shqipëria ose a ka qenë bashkë me Kosovën? Para Skënderbeut, në kohën e Skënderbeut, edhe pas Skënderbeut, deri në vitin 1800, Shqipëria ka funksionuar si gjithë Europa. Kanë qenë principata. Pra, kombi shqiptar ka qenë ndarë në principata, edhe me princa shqiptar dhe flisin gjuhë shqipe, dhe pjesa ku flitej shqip ka qenë 150.000 kilometra katrore. Unë kam dokument të shkruar të vitit 1716 nga një italian dëshmitar i asaj kohe. Dhe unë e bona gramatikën që është botuar në vitin 1716 dhe unë në Itali në maj mi kanë prunu 3 copa që i kanë rujt. Botimin e vitit 1716 mi kanë prunu tavolinë për me i konsultuar. Edhe unë e bona fjalorin dhe gramatikën për gjuhën shqipe, sepse gjuha shqipe flitet këtu dhe thotë edhe në Konstantinopoj edhe në Sicili. Pra flitej deri në Danub, flitej deri në Bullgari, flitej deri në Kroaci, dhe i ka spjeguar shumë mirë se ku flitet, i ka spjeguar, është e botura, mund të shohin cilin do, teleshikuesi mund t'i gjenë të ashtu. Dhe ka qenë Shqipëria ka qenë ndarë në principata, por që flitnin shqip, që flitnin shqip e morin vesh nga studiuesi italian, nërsa principatat deri në vitin 1868 dhe deri në vitin 1860 Italia ka qenë ndarë në principata e Milanës, e Venedikut, e Romës, me radhë, dhe aty pastaj Garibaldi ka bashkuar, ka kriju Italinë. Kupton? Pra, krijimi i shteteve ka filluar pas vitit 1800, krijimi i shteteve të tilla. Dhe edhe Shqipëria nuk bën përjashtim, ka qenë ndarë në principata. Dhe ashtu kanë qenë, nërsa pjesa kishtore prap ka qenë ndarë në dioqeza. Dioqeza Shkupit, dioqeza Sapës, dioqeza Pultit, dioqeza Tivarit, dioqeza Shkodrës, dioqeza të Kunavis, kanë qenë 14, pastaj janë degeneruar në 7 dhe tash deri në 5 ka. Ndryshimi i kufive shqiptar, përcaktimi i tyre. Si erdhi, kur erdhi, pse jemi të ndarë me Kosovën, edhe a ka menaxhuar ndonjëherë Shqipëria Kosovën? Shiko, ne deri në vitin 1912 ishim pjesë e perandorisë osmane. Mbas vdekjes Skënderbeut u pushtua Shqipëria dhe ishim pjesë e një perandorie. Pra ne kishim kryeqytetin, ne kishim në Konstantinopoj, se Stambolli u ka vu mas vitit 1920. Pra në Konstantinopoj e kishim kryeqytetin. Vepra e fundit që kanë bërë turqit në Shqipëri është ura e bunës që e kanë hedhur në vitin 1912 pak para se të largoheshin, edhe në famozën Konstantinopoj, janë dhënë fondet nga Konstantinopoja më bë ura, pra ne vareshim nga ata. Tani, ata përveç se na majtën 500 vjet pushtuar,
përveç se ne rënuan duke djeg gjithçka me vlerë, gjitha dokumentat, përveç se për 432 vjet nuk lejon mu hap asnjëherë shkollat shqipe në Shqipëri. Përveç këtyne dameve, në momentin e fundit kur ikën, nuk ne i lanë armët që ishin këtu, me i thonë na po ikum me duar në xhepe, armët po ja u lanë me umrojt, po i morën edhe armët dhe ne lanë duart serbëve, grekëve të cilët morën Janinën, morën Çamrin, morën Maqedoninë, morën Kosovën, morën pjesë të Malit Ziqi. Pra ata lejuan që kjo Shqipëri të coptohet midis fqive dhe këtë keqe e kemi prej atyne. Dhe unë nuk i vëndoj fej serbe, që thonë edhe sot do në me marë Shqipninë e Kosovën, ata me pasport në durës, me qenë port serb. Nuk më vjen keq për ati, a i bon punë në vetë, po keq është ne çka duhet bëjmë, le çka bën ai bën ato që do. Ai ka misionin e vet. Ka misionin e tij, po cilin mision ke ti? Absolutisht. Dhe shqiptarët nuk u orientuan dot drejt. Në kohën kur iku Turqia, në vend me luftua për me bashku kombin, e sa të pasha tha Shqipnin, tha duhet Shqipërinë e mesme me pasë dhe të jugun të morën Greqia, verun të morën Serbia, dhe Shkodrën ja u dorëzoi serbëve me letra aty e firmosje iku dhe vetëm me kushtin me njoft. Pra nuk në vend me u bashkue, edhe në Shkupin e shliruan shqiptarët, por ikën turqit dhe erdhën serbët kanë vrarë 20.000 vetë në Shkup, i kanë myt jo vetëm me pushk, po i kanë varë litar, dhe i kanë myt me çekish, duke i kap 2 ushtar, duke i kap shqiptarët për kashë, tjetër duke i godit me çekish dhe i kanë hedhë në lumë, në Vardar. Dhe kjo është genocid që i kanë shkruar, ka shkruar Trotski, ka qenë gazetari, gazetë social-demokrate. Trotski, dhe ka dokumenta sa duesh, Golgota shqiptare, ka shkruar Austriaku, Golgota, do të thonë ferri shqiptar që ka ndodhur. Dhe këto ndodhen aty dhe shqiptarët nuk kanë zot me u bashkuar me luftues, si kundër turqëve me luftuar kundër serbëve. E me vënë kufinat atje ku duhet dhe e morën kufinat dhe e vënuan në qaftë Marinës. E vënuan, morën Dibrën, morën Gjakovën, morën Pejën, morën krejt, morën Rugovën, i morën tëna. Dhe morën Dibrën e Ohrin e Strugën e i morën të gjitha. I morën gjitha. Edhe shqiptarët nuk reaguan, se shqiptarët duhet luftonin. Ai që e dorëzoi Janinën ka qenë një shqiptar, ja u dorëzoi grekëve. Nuk po flas për atë të tjerë se më vjen keq se s'duhet të cenoj tash. Ashtu se çka kanë bërë protokollin e Korfuzit e përmendin për çdo ditë serbë, ata grekët. Se ja u ka thonë dikush, disa herë ja u kanë thonë hajde merreni edhe jugun. Shqiptarët tradhtar. Janë të shkruar këto? Po si janë patjetër që janë shkruar në ora ditura. Janë të gjitha pra publikuar. Janë të ditura. Po. Ajo që dua të di, ato 500 vite pushtim si pas ulumtimeve të Vatikanit. 432 vite. 432 vite. Sa kanë qenë pushtim me dhunë dhe sa kanë qenë bashkëtesë? Bashkëtesa si minut. Kam thonë një emision në për Kryengritjet shqiptare, kanë qenë katolik, në vitin 1702 ka bon, në vitin 1671 ka bon Shtefan Gasperi, i kanë thonë, e kanë pru shko si misionari, ka thonë papa, 6 muaj ka zjota e gjyq, sa i punën të në Padova, po ishte mersim të lartë, shumë i zoti, i njohur me zotësi, 60 vjeç. I kanë thonë shko bën në bjerë një relacion nga Shqipëria për gjendjen e katolikëve. Ka thonë në vrasin, ka qenë dursak. I kanë thonë do shkosh si një vizitor, sikur një njeri turist që ka shko me vizitue vendin e vet. E i kanë thonë lekt, kanë bojë 6 muaj tratativa, ata i kanë thonë 25.000 me euro po zom, edhe ata i ka kërkuar 40, jo 25, so i dhanë ata 20, dhe mas 6 muajsh mirë bol, ka thonë, po i marrë 25 edhe ka ardhe i ka bo. Dhe e dim sa kanë qenë katolikë në 670 ne kam botuar për herë par, ato kam botuar par vjeti, relacioni Stefan Gasperi 420 faqe. Është për fletë për Kosovën, për Shqipërinë, për Malin e Zi, për gjitha. Në vitin 1702 e ka shkruar Zmajeviqi, edhe ai 250 faqe. E ka botuar Petër Balti në vitin 1979, relacioni e Zmajeviqit italisht në Gjermani, dhe vjet e ka botuar ky Albert Rama në Zvicër, relacioni e ka botuar Shqip. Dhe Shqipëria në vitin 1702
me regjistër të saktë dhe të hollësishëm ka pas 65.156 banor katolik. Pra ishin 65.000 dhe që da 65.000 nuk e kanë pushtuar për 432 vjet nuk e kanë pushtuar luftën as i ditë me turqit. Pra nuk ka qenë bashkëjetesë, ka qenë qëndres. Përmbjetesë. Po dhe në vitet e fundit edhe muslimanët, edhe ortodoksit, edhe që ishën Muhamedon, shqiptarët Muhamedon, e kanë kundërshtuar Turqinë. Për shembull, 75 vjet e kanë kundërshtuar. Pra, edhe muslimanët kur thua ti, edhe shqiptarët që e pranuan Islamin e kanë. Edhe shqiptarët që i kishin pranuar fen Muhamedon, Bushatli që ishin Muhamedon, 75 vjet e kanë kundërshtuar, edhe Ali Pashte Pelena që ishte një shqiptar, por që drejtoj një pashallak, edhe ajo ka kundërshtuar edhe 25 vjet sa ka ndaj në kryet pasaj, dhe edhe shqiptarët Muhamedon të Kosovës, edhe ata kanë luftuar me armë kundra turqve, kundra ushtrisë turke, dhe pra nuk ka qenë, është gabim ajo teza që ka hedhë, nuk po ja përmend jam në di Gjermanit se e kam pas mik, që thotë bashkëpunim. Nuk është e vërtet, bashkëpunim me turqit. Këta abuzojnë studiosit e huaj, një austriak dhe një gjerman, kryesisht ta që janë më të zëtë, nuk s'peja përmend jam një prapë se i kam me që i kam përmend herë tjetër gabim kam bo. Thonë që kanë qenë bashkëpunim. Ata nuk kanë qenë bashkëpunim, ka qenë qëndres. Po. Ata e përmendin këtë, e ilustrojnë atë tezën që hedhin me faktin që në perandorinë osmane për 400 vjet kanë qenë 36 kryeministra nga Shqipëria, Qyprilit e tjerë me radhë, 36 kryeministra, dhe këta vërtet ishin kryeministra në Turqi, po ishin të islamizuar dhe për Shqipërinë ata nuk bën asgjë. Nuk bën as një pallat kulture, për shembull, as një stadium siç ishin ata që kishin bërë romak, nuk bën as një urë, prej në Vadens e deri te ura e Vezir në Kuks nuk ka pas as i urë me ka përcyer drinin. Pra nuk bën ura, nuk bën shkolla, nuk bën spitale, nuk bën pallate kulture, nuk bën zyra bashkie, për shembull, bën zyrat e bashkisë, pallatin e bashkisë me bën siç i ka bota. Kur gjë nuk bën për 430 vjet. Dhe nuk është e vërtetë që kemi bashkëqeverisë. Ne jemi qenë pushtuam e shfrytzuam dhe çdo vlerë, çdo gjë ka shkuar në Stamboll, është harxhuar për nevojat e sultanëve. A e ka Stambolli historinë e shqiptarëve, siç e ka Vatikani? Shiko, të shpjegoj. Është arkivi Topkapis. Kështu quajnë ata arkivin e sultanëve në Stamboll. Unë i kam marr 5000 faqe si vjet atje. Në Stamboll. Në Stamboll i kam 5000 faqe i kam marr. Është një shqiptare aty që ka punuar 27 vjet. Edhe ka qenë pedagoge një vjet në Venecia, ka marrë universitetin në Prishtinë dhe ajo një osmanishtën dhe e njeh arkivin e sultanëve, e njeh për gishtat e dorës dhe të gjen çdo dokument kur don me ta gjetë me paguar. Dhe atje ka dokumenta për Shqipërinë, por ato dokumenta nuk i shërbejnë historisë Shqipërisë shumë, sepse ata kanë bo para një jave, kanë bo të 15 kaçi në Tiranë, të Hotel Tirana Internacional, kanë bo konferencë, kanë bo dhe para 3 vjeç, kanë qit librin aty vakefet, është botuar. Dhe thot, kur është liruam Krujen, thot, imagjino, thot, vjen turku, thot, mes Tiranës, në vitin 2020, dhe thot, kur është liruam Krujen. Kur është liruar ata Krujen, në vitin, kur e kanë pushtuar në vitin 1469, kanë ardhë e u kanë thonë kryetënëve delni se po ju falim. Sa ata luftonin për mend e kishin mbyll portat e kalas. I kanë hapur portat dhe i kanë vrarë po alon as edhe një për be, thotë historia në dokumenta shkruara në Stamboll. Asnjë nuk e lanë gjallë, të gjithë i vranë. Dhe thonë kur është liruar, po pse shlirimi ne pa besia, dilni se po ju falim edhe vritën. Po, ky është shlirimi, i vranë gjithë. Vranë thotë kur shliruam Novoberdën, kur shliruam Shkodrën, thotë, po qysh është liruar Shkodrën, aty kanë dek që janë rrethime, kanë ardhur, kanë marrë Sfilitun venecian, kanë ardhur, kanë bërë pakt me turqit, mas 6 muaj rrethimi, kanë lënë me vdekuri aty, kanë luftuar si trima, i kanë marrë çuan Venecia dhe kanë lënë me 0 banor Shkodrën. Në vitin 1479, pa asnjë, dhe thonë e shliruam Shkodrën. Pra me pak fjalë, ose edhe një për 400 vjet, 1479 që e kanë pushtuar Shkodrën, deri në vitin 1850 nuk kanë lënë më bë
asnjë kishë katolike në Shkodër. Të vetmen që e kanë lënë pashallart Bushatllit e kanë lënë mas vitit 1760 më bë për të zbun sa ajo kisha që është në krahun e Mojt, kur shkon për Shirok, është një kisha aty tash është rënë. Ato kanë lënë më bë, e kanë lënë për sepse Pjetër Bogdani, ka ardhur mas 200 vjeç, ka qenë i peshkvi parë. I cakton një peshkvi, po zvinin se s'leshin turqit. Ajo ka bën i peshkvi në Rryll, në majet shkomit e ka bën në Koplik, në Rryll. Dhe ai ka bën kishën, ka bën shtëpinë e priftit, ka bën edhe shkollën dhe ka caktuar edhe Maringjinin, mësues me 40 skude në vit. Ka hap shkollën shqipe me libra shqipe me 40 skude në vit. Edhe ka hap në Rryll, jo në Shkodër, se s'lënshin me një në Shkodër, nuk lënshin me një as me kam. Si mund të quhet edhe kemi bashkëjetuar, bashkëpunuar me ta. Ku ke bashkëpunuar ti? Ai ka qenë pushtim. Nuk ka qenë bashkëpunim, nuk ka qenë. Është rren, edhe këta bojnë studiosit e huaj, edhe pse bojnë ta tregova se jo tash i keni bashkëqeverisë se i keni pas kryeministër. Çfarë ishin ata, ishin tradhtar gjithë. Duka qenë Bejzade. Ai ka qenë nga familja e Lekdugagjinit, po është pashan Turqi, është pse duhet me i thurë, me i kënu kongë me qiftel. I tash ati, pësa më bënë kryeministër në Turqi, ose Qyprilive, ose këtyne Beratësve që kanë qenë 5 kryeministra, më kënu kongë tash, me thonë, ne keni në rrupë se keni sunë në Stamëll, e s'keni bënë asë një gjë për kombin tonë. Jo, realisht këto janë hulumtime të Vatikanit, por desha me dita, nuk ka përputhshmëri e Stambollit me të Vatikanit. Shiko, ta spjegoj. Po ta spjegoj me një shembull, ty edhe teleshikuesve që po na ndjekin. Po. Turqit thonë Skënderbeu ishte kaçak. Kaçak. Ishte kaçak hajdut. Pra, shkruan në dokumenta, po shkruan në dokumentat e Stambollit, atje. Të Stambollit, që i ke marrë ti? I kanë marrë tjerë, i kanë botuar se unë i kam marrë 2200 faqe për diçka dhe i kam marrë një 3000 faqe që dash, ato regjistrat për. Okej. Turqit thonë që ka qenë kaçak, po. Dhe ka qenë, domethënë, nuk ka pas as dhe as qeveria as kurrë, pavarësisht se 25 vjet i kanë humbur gjitha betejat me ta. Me Skënderbeu. Ndërsa prandimi ata e shpallën atleti di Gjezu, atletin e Krishtit, dhe i kanë bë buste në Argjentinë, në Brazil, Shtetet Bashkuara, në Angli, në Francë, në Spanjë, Portugali, në Itali me 10 buste, në Zvicër, në Belgjik, në Gjermani, në Austri, në Rumani, në Poloni, edhe në Shkup, edhe në Shqipëri. Pra, i ka bë bustet prandimi, e ka njoftë si udhëheq, si legjendar, si domon rangun e Napoleon Bonapartit, si strateg ushtarak dhe udhëheq, edhe atletin e Krishtit, ndërsa ata e quajnë kaçaku. Kjo është përputhja e dokumentacionit Stambollit me Vatikanin. Në Vatikan thonë atleti di Gjezu. Edhe i kanë bë bust, edhe i kanë ruajtur dokumentat. Dokumentat janë të ruajtura. Ka dokumenta në Aragon, ka në Spanjë, dokumenta me firme me vulti, që janë publikuar la. Mua dikush më patë premtuar një ambasador në Thirrë, e kam djalin aty punon afër me ambasadën e ty, edhe i kishte thënë djalit ma sill babin tu, edhe shkova, takova, tha do shkojmë bashkë, unë e njoh drejtorin e arkivit Aragonës, tha, do të marr, do të çoj, tha, do të paguaj edhe biletën e avionit, edhe hotelin, edhe ushqimin, edhe aty do t'i marrim bashkë dokumentat do të sillim. Një ambasadë tuaj, nuk e majti llafin, ndoshta e marr, nuk po e quajsim ka rrese, hala ka kohë me marr, po le që dash ka kaluar vite gjysmë se më ka marr. Okej. Diçka tjetër që jam kurioztar, sipas shumë shkrimeve edhe të atyre që na rrethojnë, serbët thonë ka qenë Ioni, grekët thonë ka qenë Jorgo Ion për Skënderbeun, Gjergj Kastrio Skënderbeun. Pra, secili pretendon që është i veti, realisht në dokumentat e Vatikanit nga është Gjergj Kastrio Skënderbeu? Nga është origjina e tij? Shiko, për Gjergj Kastriotin ka abuzime. Ata nuk thonë për Gjergj Kastriotin, po thonë për Nën Terezën që unë e kam taku sikur jemi taku bashkë. Absolutisht, edhe për Nën Terezën e njëjta gjë. Po, e njëjta gjë, ata thonë për gjithë. A kupton? Dhe nuk thonë vetëm për Skënderbeun, po Skënderbeu nuk ka, domthon ka dokumentat pa kundërshtueshme që ai ka qenë një shqiptar. Edhe nuk është diskutuar dhe libri që ka bën historinë e Skënderbeut Marin Barletit dhe librin që ka bën Frank Bardhi, duke u kthyer nga Italia për Shqipëri, ka shkruar në Venecia. A kupton? Ajo
nuk le pik dyshimi që prej ka ishte Skënderbeu dhe se ishte një kroat që thoshte ka qenë kroat dhe e ka kundërshtuar Librin, e ka bën me hedh poshtë atë tezë. Dhe ata thash, unë e shpjegova. Jo, atë po them, edhe unë abuzimet që bëjnë serbet, greket duke abuzuar me emrin e tij që është Ioni, s'është Ioni, ajo është ditur botërisht që është shqiptar, por origjina e tij e saktë. A shkruan në Vatikan se nga është Skënderbeu? Ndësha. Për teleshikuesit, jo për ty. Unë po bëj një monografi për Baram Currin. Dhe kam shkuj, kam marrë gjithë ata që e kanë mbi emrin Curri nga Gjakova. Çka ke Baram Currin e kam kushëri. Si ke emrin filani, 82 vjeç. Si ka emrin babait filani. Po gjyshi filani. Po ky gjyshi është i shtëpisë fëmijë, sa kanë gjetë në ferra ka bab, vallai se di, si a di emrin babës, pra nuk njeh gjyshin e babës. Dhe tash me hina me ja kërkuar stër gjyshat e Skënderbeut, ajo është marri. Por ai ka qenë shqiptar sepse vetë ka thonë jam shqiptar. Për 5 shekuj deri vetëm shekullin e 20 ka filluar kjo për me mu abuzu që s'është shqiptar. Dhe është edhe një gjë, është teza që ka thonë teza që për falsifikimet nuk ka argumenta ka për të vërtetën. Për shembull, me thonë që në këtë sallë sonte është një shishe ujë që ja kemi heqë etiketën për mos më bën reklam, kjo është e vërtetë. Po me thonë nuk ka shishe ujë këtu. Unë nuk e di se çfarë argumente me sill, pra nuk ka argumente për falsifikimin e për rënën, argumentet janë për caktën. Për të saktën. Dhe ne tash me kërkuar tash i argumenta me nuk bën ajo punë. Absolutisht. Franz Nopça ka thonë, kur ka shkruar librin për shqiptar, tha, unë kam lexuar edhe i ka shkruar një 39 thonje për shqiptar. Ky me emra autorsh, edhe thotë nuk janë bazuar te literatura serbe, thotë se falsifikimet serbe janë të njohura në gjithë botën për shqiptarët. Dhe kundër falsifikimeve thotë nuk ka argumenta, pra nuk po them unë, ka thonë Nopça. Ai ka qenë antar i Akademisë Shkencave në 5 akademi, edhe pse nuk e ka pa marruar fakultetin histori, filologji, po ka pas marruar gjeologji, edhe ka ardhur për studime gjeologjike në Shqipëri. Ai nuk e ka penguar me qenë antar i Akademisë Shkencave në 5 akademi. Kosova, sot, ose Shqipëria më saktë, para se dalim te Kosova. Çfarë po ndodh që nuk mundemi me shkruajt historinë tonë ashtu siç është, me fakte të prekura, të lexuara, të shkruara, qysh nga fillimet deri më sot. Çfarë ndodh edhe pse na serviohet historia jon nga mënyra nga më të ndryshmet, nga historia nga më të ndryshmet, secili e sjell sipas mënyrës vet. Për këtë temë kam 2 video që është bën, njëra me 29 qershor te pallati te biblioteka Pjetër Bogdani dhe njëra me datën 3 korrik te TV Dukagjini, dhe kam fol për historikun e Kosovës, ato që duhet me thonë, edhe të shkruara, e kam qitë edhe artikull, edhe të shkruar me dorë, edhe të video, dhe ato jam shpreh krejt qartë se kush duhet ta bëjnë. Tashi, unë nuk jam ka shkoj, sepse unë jam pensionist, nuk jam kryeministri i Amerikës, me thirrë në Amerikë, me thonë, hajde ne këtu pse si ne ka bënë historinë edhe bëni se për ndryshe si ju pranojmë etj. Unë jam një thjesht një pensionist, unë vetëm me fol kam. Nuk kam kur gjë në dorë. Ata as ma varin, as më dëgjojnë. As Ministria e Kulturës, as Akademia e Shkencave, as Instituti i Historisë. Faleminderit, më kanë ftuar për me 8 dhjetor kanë konferencën e Bujanit. Është simpoziumi i 5 që është në 90-ën që është për konferencën e Bujanit. Dhe më kanë ftuar me majt një temë dhe i kam quar abstraktin edhe 8 faqe, një tabak e kam bërë, 18.000 karaktere e kam bërë temën. Domthon, më kanë vlerësuar, më kanë thirrë, po nuk më vetin për kur gjë. As nuk më shtetin për kur gjë. Unë nuk jam kaj shaj, nuk kam urrejtje për ta, nuk jam kundra tyne, por kam vrejtje që s'po punojnë, se po punojnë serbët kundra tyne dhe s'po punojnë ata për vendin e vet. Ata punojnë kundra Kosovës, këta nuk punojnë për Kosovën. Që kjo është vrejtja që kam, s'kam vrejtje tjetër për ta. Çfarë duhet bëjnë në këtë rast? Në këtë rast duhet i marrë ato dokumenta që i kam unë, me thonë bjerë këtu, bas rregullave, si janë rregullat e Vatikanit ashtu, bjerë dokumentat këtu, hajde
ti përkthejmë, këdo me pas në grup, thirrë njerëzit që dinë, me i botuam rana 2-3 vjeç me i qit tona, me i qit në publik. Çfarë do me bë? Ata se bojnë, s'on gatshëm me bë. Unë kam ndajt para 5 ditë në shtëpi time me një nga Instituti i Historisë Kosovës, nuk po ja përmend emrin, se s'duhet me përmend emrin në intervista. Dhe tha, kam biseduar me drejtoreshën, kam biseduar me ata, tha, po janë shumë të ftoftë, tha, nuk e kanë as problemat punë, tha. U kam thonë, tha, mori ka Marku, se mi qunë ata, ma qunë emailin nga Italia, une shkova në maj, bëna studimet bëhen me dosje, ta japin një formular, kanë ata shtypën, ta japin formularin edhe me laps, nuk lanë me hi me laps me boja aty mrena. Edhe i shanën fonin, dosjen, faqet. E thua për shembull, foni filan, dosja filan, faqet për shembull 477 deri në 502. Edhe unë i mora për 2300 faqe, i bëna kërkesat. Në bazë ligjit, ata duhet më jepshin për 3 muaj, siç e kanë atë shpalljen që thashë kanë te databezi. Brenda 3 muaj duhet i fotografonin të miçonin. Unë shkova 6 herë, kam shkuar në Itali këtë vit. Shkova e thash, ora, ai kam i bani. Than, Mark, të kërkojmë ndjes, po ke lyp shumë. Ke lyp 1 milion faqe. Unë s'pa ta lyp 1 milion, ma pak, po ke lyp shumë e s'kem pas kohë. Pastaj than, korriku e gushti deri me 18 shtator kemi qenë pushim, jemi ka t'i bajmë, po t'i bajmë deri në fund tetorit, nuk mi ban deri javën e parë nëntorit, dhe më qunë emailin, thanë, çoj lek tash se ti ke ban, po t'i nisim. Unë u thash aty në Kosovës, a doni me i marrë ju, çoni ju lekët t'ja u nisin ju, se po i pagova unë lekët, po erdhen tek unë në bazë kontratës që kom me ata s'guxoj me ia dhon kurkuj. Tash edhe me më pru lekët ata të Kosovës, nuk guxoj me ia dhon, veç me shku me bë marrëveshje me ata në Vatikan që po ja vap. Dhe nuk ja vap dot. A kupton? Dhe ata nuk i dhanë dhe i pagoi djali i motrës, është inxhinier punon në Rom, ka marrë Sapiensën punon aty, shkoi i pagoi me ban këta dhe mi çuan dhe më kanë ardhur mua të honen që kaloj sot. Data e 9 ditë që më kanë ardhur dhe kam me vetin çon çadu. Mund të skem video projektor se do i kishim prezantuar që në studio. I kam me veti. Si një hulumtues dhe albanolog, çfarë mendon ti personalisht se është rreziku më i madh momentalisht për shqiptarët? Rreziku më i madh për kombin shqiptar është asimilimi. Në qoftë se do me shkatrua një komb, shkatroj gjuhën, shkatroj kulturën, shkatroj historinë, krijon një histori të re të rreme që nuk ekziston dhe e ke shkatruar kombin. Dhe kjo mjerisht kalohet nga 2 akademitë e shkencave dhe nga 2 qeveritë me ndodhet në Kosovë dhe në Shqipëri. Pra, përderisa lejon turkun të më ardhën mes Tiranës, me thonë kur e shliruam Krujen, edhe me dur trokita aty kanë qenë 5 anëtarë të akademisë shkencave kur e kanë thonë që në Kosovë paktën që kur e kanë prezantuar në Kosovë janë çuar kanë dalë për jashtë disa studiues kosovar se nuk mund janë çuar më rraf me ta e me kundërshtuar, po në shenjë proteste janë çuar kanë dalë jashtë nga salla. Të paktën e kanë bën kaq punë. Ndërsa në Tiranë nuk e kanë bën kaq punë. Pra, ata po publikojnë islamizmin, edhe po publikojnë sikur ne me turqit jemi vllazër, çfarë vllazësh jemi ata neve. Po publikojnë sikur ne kemi pa kulturë të mira, po çish pa kulturën 432 vjet me ligje kanë ndaluar shkruarin e gjuhës shqipe. Ndërsa Kisha Katolike në vitin 1555 shkru me sharin në gjuhën shqipe. Nuk është Gjon Buzuku, një prift i mirë nga fshati Briska i Krajës, i Krajës, që e ka bon, po aje ka bon, po kush ja ka botuar, kush ja ka miratua, pra ka qenë suportin Itali që e kanë botuar në 500 kopje. Në vitin 1584 kanë shtyp 500 kopje doktrinën e krishterë shqip për shqiptarët për me qua në Kosovë dhe në Shqipëri, po për Kosovë një shtyp 500 kopje. Dhe e kom gjetë dokumentin të jezuitë, e kom gjetë vjetë, e kom publikuar në internet, e kom me vjetë edhe ato në qanë që aty. Dhe pastaj në vitin 1592
ka shkruar prap besojma, prap doktrina dhe prap ka shkruar Vjersha. Pastaj Pali Hasit në vitin 1604 ka shkruar Vjersha shqip. Pastaj në vitin 1618 Pjetër Buli ka shkruar edhe Vjersha, ka shkruar edhe doktrinën e krishterë shqip. Është botuar edhe në vitin 1656, ka kopje, kam pas në dorë së vjet. Dhe pastaj në vitin 1675 ka hap shkollën ai në Shkodër shqip, por kanë hapë edhe në vitin 1632 në Kurbin, kanë hapë shkollat non-stop, shkollat shqipe, edhe libra shqipe, dhe në vitin 1675 kanë hapë shkollën Vjoll, gjuhë shqipe, kanë bon librin Qetën e profetëve, ka bon Pjetër Bogdani në vitin 1685, edhe ajo shtyp mira, 100 kopje. Në vitin 1702 është bon Fjalori i gjuhës shqipe nga Fra Maria de Aleqe, në vitin 1716 është bon gramatika e gjuhës shqipe me 230 e sa faqe, dhe në vitin 1711, me qenë se turshit nuk lejonin kultivimin e gjuhës shqipe, Papa Klementi 11 ka hap katedrën e gjuhës shqipe në manastirin San Pietro di Montorio, 2 kilometra larg Vatikanit, në Rom, dhe ka ndajt 170 vjet i hapun. Pra, ata kultivuan gjuhën shqipe, dhe në vitin 1848 Luka nga Montegjove shkreu fjalorin 350 faqe, e kam botuar në qeshor, e kam botuar, ka dalë fjalori Lukës nga Montegjove. Dhe Francesco Rossi në vitin 1865 bani fjalorin italisht shqip 950 faqe. Dhe në vitin 1875 bani fjalorin shqip italisht 1430 faqe. Pra, këto punime për gjuhën shqipe, ku janë bën? Janë bën në Turqi, a janë bën në Itali? A i kanë paguar lekt turqit, a i kanë paguar lekt italianët. Dhe për me ditë se sa lek janë hedh, duhet me lexuaj, ka bën llogarit Camille Libardi. Tek artikuj që ka botuar në Itali, kam gjetë revistat. Është një revistë që është botuar 4500 kopje për 96 vjet, dhe i kam gjetë një 450 numra të asaj reviste, dhe i kam marrë atë Libardi, dhe ajo ka shpjeguar hollësisht se sa lek ka paguar Italia për Shqipërinë. Thot kaq për këto, kaq për këto, kaq për këto, kaq për këto. Atë ka zë puna vet. Ai ka hap katedrë gjuhës shqipe në Itali. Katedrën ne kena hapën, kur ka hapën Veroxha, në 57-ën është hapë universiteti, këtu që kanë hapë katedrën e gjuhës shqipe. Bukur, edhe i pyetje që realisht unë kam shtruar edhe një historiani tjetër që ka qenë pjesë e emisionit tonë, kam dëshirë ta shtroj aty këtë pyetje, jam kurioztar thjesht nga kurioziteti, asgjë më shumë. Pushtuesit, domethënë Otoman kanë pushtuar pothuajse gjithë Evropën gati. Po. Sipas teje, si albanolog dhe studiues dhe lexuesi i arkivës Vatikanit, si shpëtoi Mirdita? Si ka mundësi që Mirdita nuk është prekur nga Nuk ka shpëtuar vetëm Mirdita, ka shpëtuar edhe Kelmeni, ka shpëtuar Dukagjini, që janë prekur fare. Fare një ka emërtuar për 432 vjet, as s'është bën xhami, as s'është bën zyrë policie, post policie, as s'është bën zyrë administrative komunë, që quhet sot zyrë bashkisë ose komunës. 432 vjet s'kan lënë. Ata kanë paguar koste shumë të lartë, kanë qëndruar, domethënë qëndresa ka qenë heroike, kanë jetuar në mënyrë kafshërore. Çdo të thotë në mënyrë kafshërore, kanë jetuar si gjatë e malit, si kafshë pyllit. Kanë jetuar në shpella, kanë jetuar në shtëpia të improvizuame, të bëme jo me gur, me llaç, po të bëme me gur të thatë, që muri thatë, që merr gur e vani gur, edhe më loj me kashtë edhe me dushk. Pra kanë jetuar në shtëpia me dushk. Dhe une edhe në pojata me dhe, une që nuk jam shumë i vjetër, jam 70 vjeç, i mbaj mend janë bën vitin 1967 50 shtëpia të reja nga shteti, jo nga populli, nga shteti, për me i hiq njerëzit nga pojatat me dhe që jetonin si para 3000 vjet para Erëson. Në ato gjendje ka qenë deri në 67-ën, pojata me dhe. Po, dhe nuk është e vërtet.
Mirdita në vitet e fundit edhe kanë bashkëpunuar me turqit, ata kanë qenë mercenar, kanë luftuar për turqit, kanë shkuar ushtar me rrogë dhe ju kanë thonë majnë e kishën, s'po u lyp mas taksa, ka herë kanë quë dhe misër, kanë luftuar shumë për turqit, kanë luftuar për turqit. Për turqit në Des, kanë shkuar, kanë majtë frontin në Des. E marshin lek. Kundra rusëve. Rusëve. Po. Pra kanë luftuar për turqit kundra rusëve, mirëditorët. Edhe kundra me Ali Pashtepelenin kundra grekëve. Kanë pra Kolokotronin. Dhe kanë pra Leshezi thonë. Edhe tjerë. S'ka rëndësi ato, po kështu kanë bo ata. Përsëri dhe i pyetje, sipas mendimit tënd dhe intuitës tënde që ke, leximit, eksperiencës jetësore, si e shikon të ardhmen e shqiptarëve? Unë të ardhmen e shikoj me i farë optimizmi, sepse ne përderisa kemi mbjetuar 3000 vjetë të paktën, që është në kohët i lirëve, do të mbjetojmë prapë, por elektronika dhe modernizimi dhe celulari dhe interneti do ta ketë në kimin e vet, edhe domethënë gjuha mund dëmtohet shumë rëndë, sepse po globalizohet, tash po flitet anglisht, se pjesë fabrika që i prodhojnë tona instruksionin të bien në anglisht, edhe je detyruar me fol anglisht, dhe kjo ndërhyrja nikon. Se sa do të nikojë, se sa do mbjetoj, këta nuk e di, por unë e di që kombi shqiptar është një komb vital, ka qenë vital, tash e kanë ardhur në shmëria, kanë filluar më shumë, kanë emigrojnë, por gjithsesi unë e shoh jo pa shpresë, e shoh me shpresë. Unë kam shpresë se do jetë më mirë Shqipëria në të ardhmen. Kur them shqiptaria, them edhe kufit shqiptar. Si i shikon? A do jemi bashkë ndonjëherë apo nuk do jemi asnjëherë? Pra nëse kjo është padrejtësi që na është bërë ndaj nesh, dhe realisht një pjesë e fajit nuk besoj që e ka vetëm shqiptarët, por e ka edhe Europa karshinesh, me sa unë me aq sa di unë, sa mendoj, sepse duke ditur ata historinë shumë mirë dhe shumë të shkruar dhe e bardha në zezë apo zeza në bardhë, si të doni. Por a do kemi ndonjëherë drejtësi apo do jemi kështu gjithmonë të... Shiko, drejtësia ekziston, ndërsa e drejta nuk vendoset gjithmonë as në gjykat. As Zoti se ka bon, shi ka bon gishta, shi këto ka bon trashë shkurt, këto ka bon hollë shkurt, këto ka bon më gjatë, drejtësi s'ka. Kur? E para, e dyta, është një thonje e vjetër nga shkencëtarët që nacionalizmi është pasaportë e vdekjes. Kufit, unë të paktën nga ato studime që kam bën, nuk kam pa në historinë e botës që 2000 vjet e këndej që t'jenë ndryshuar kufit pa luftë. Qofse u ndryshua kufini me Serbinë, u ndryshua me luftë, u vra 20.000 kosovar, dhe hyri nataja 78 ditë harxhoi $1 miliard në ditë, 78 miliard dollar. Se bënte $1 milion kushton të i raket, Tomahawk, raketat me uran varfëruar që shkatruan tanket. Dhe pra mendimin e NATO-s, pra u desh lufta. Tash ne Malezi kemi aty, Malezi kanë qenë shqiptar gjithë, ata që janë malazez ortodoks shqiptar kanë qenë zonë, kanë botuar librin vjet Sospelos, ai ka dhe tregon se çu janë konvertuar, se janë tona ne kemi dokumenta me shumicë, kanë qenë shqiptar. Por tash ne nuk mund të bëjmë luftë me Malezi për me marrë ulçinin e Tivarin që kanë qenë shqiptarë në dokumenta në vitin 1000 edhe deri në vitin 1600. Deri në Tivar quhet Shqipëri. Deri në Tivar dhe Greqi deri ku? Albania ka qenë krejt deri në Parga, domthon Patra. Nuk e kam shumë qartë atë gjeografinë e asaj, po di që ka qenë Çamria, Selaniku, Janina, Janina, po Selaniku jo, po Janina. Edhe ata kanë qenë dhe tashi ato mund të merren dhe ata kanë marrë ulçinin. Ulçinin e kanë mulçinin e kanë pushtuar në vitin 1571 turqit. Ndërsa në vitin 1878 e morën malazest, po ata nuk ne e morën ne, ja morën Turqisë. Ishte peranoria osmane, ai shtynin peranorinë osmane, se ne s'ishim shtet, ne kishim kryeqytetin, ne kishim Stamboll. A kupton? Tash pse ka qenë Shqipërisë dikur dhe pse flitet shqip,
nuk e shoft arsyeshme që me marr me luftë. Ajo në kuadrin e Bashkimit Evropian mund të bëhen ato, por me luftë nuk e quaj as normale me u vrarë një njeri për me u bashkuar tash. Ata për mua është mirë me lënë me jetue si shqiptar, me u lënë shkollat, me u lënë gjuhën, me u lënë televizorit, me lënë me botu gazetat, librat, me jetue të lirë atje, por me bën luftë për punën e nuk jam dakord. Absolutisht. Bukur shumë. Unë shumë të falenderoj për pjesëmarrjen tonë dhe sonte në AIM Mark Palnikaj. Faleminderit edhe ju që ftuat. Ju uroj suksese stafit edhe televizionit tuaj. Ju faleminderit shumë. Shumë respekt, të mira, inshallah ke shëndet dhe vullnet edhe mos u ndal për të na sillur gjithmonë në ato 94 kilometra ishin, sa ishin ato? 95. 95 kilometra edhe siç thëti më parë, po më duket një 60 ose 70 kilometra janë vetëm për Ballkanin. 30. Domethënë vetëm 25 i bën me qenë për pjesën tjetër të. Për shkak të afërsisë të interesave që kanë pas me Ballkanin. Prandaj ka shumë dokumente. Por edhe pyetje kështu individuale është kjo. Jashtë arkivës, jashtë Vatikanit. Kosova është Shqipëria, marrëdhënia tyre sot, Mark. Disi e ftohtë, disi kryeministrat shqiptar mes njëri tjetrit nuk flasin. Si mund të ecim përpara ne kur sot institucionet tona më kryesore në nivelit lartë nuk komunikojnë me njëri tjetrin, nuk flasim me njëri tjetrin, pra i kemi armiku i vetvetes. Si mund të ecim në përpara në këtë mënyrë për shembull? Unë nuk jam politikan, jam amator në politikë. Sepse s'kam qenë as deputet, as kryetar bashkie, as ministra. Kjo pyetje e duhet mendimin si individ, jo si politikan apo si holumtus apo si albanolog. Unë në televizion kam dalë shpesh herë, nuk më pëlqen me fol as për fe as për politik, sepse të dyja janë për Shqipërinë janë të dyja kativosa, janë të dëmshme. Janë që dëmtojnë edhe fet. Tash ne kena pas shqiptar para 19 ishin prish kishat e xhamiat, ishin shqiptar martoshin katolike, muslimane, halin mishderi, gjithës Allah me kështu dhe tash probleme. Tash dikush thot jam vllah, dikush thot jam grek, ai Sarona kurs është diskutuar Sarona për me qenë në Greqisë, në këtë jetë. Asnjëherë. Dhe ka dokumenta sot duhet djali i Skënderbeut ka ardhur dhe ka bën luftë në vitin 1481 Gjergji, djali i Gjon Kastriotit. Gjoni, djali i Gjergj Kastriotit, ka ardhur ka bën luftë dhe i kanë kushtuar 2 kështjella dhe ja u ka njoftë Turqia autonominë, është detyruar dhe kanë qenë shqiptar dhe ortodoks shqiptar. Edhe në Itali është kisha ortodokse riti grek i njoftun me shqiptar dhe unë e kam gjetur në Macerata. Macerata është një vend i vogël që shqiptarët asemnin se Adina, është një qytet me 20.000 banor. Por kishte arkiv shteti. Unë e shkova atje më ftuan. Një mbledhje që bën ata dhe në arkiv aty gjeta që eksodi i parë i shqiptarëve, mbas dokumentave që e kishin trujtur në atë arkiv të shtetit italian. Ata e kishin ruajtur për 600 vjet. Ishte i vitit 1396. Eksodi i parë nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Dhe kishin një letër tjetër të ruajtur në vitin 1436, 300 shqiptar kishin shkuar, ishin fyer në atë qytet dhe kanë bën kishën e vet që ishte edhe sot çoj mesh edhe sot në atë kish aty. Dhe kishte një listë me 165 shqiptarë të cilët ishin regjistruar nga bashkia në ato vite, në vitin 1660, ishte lista aty, dhe kishte 15 akte notariale në një blok, një noteri që e kishin ruajtur nga vitin 1485 deri në vitin 1616 për 31 vjet, ishin 15 akte notariale të shqiptarëve. Dhe duhen pa ato, duhen studiue dhe tash unë për marrëdhëniet që bëjnë Shqipëri me Kosovë, mendoj që populli është i bashkuar dhe kanë dashuri të pafund për njërin tjetrin. Politikanët janë njerëz që shikojnë interesa
personale dhe nuk më interesojnë shumë, nuk merrem se me dhe është hedhur në politikë, po s'kam ndërmend me ja, s'kam hi, që 33 vjet s'kam hi në punë shteti. Jo, po nuk më ka pëlqyer me hi politikë, sa s'kam vu, mund ta kisha vu kandidaturën për deputet 100 herë, se kanë ardhur më kanë lutë të shtëpia, se janë 30 parti, janë të papërfaqësuar, s'kishin ku gjejnë kandidat. Unë s'kam vu asnjëherë kandidaturën për deputet. I dashur profesor Mark Palnikaj, faleminderit shumë që ishe pjesë sonte në Zvicër, të urojmë pushime të mira në Zvicër, rrik te knaqu, mos na kurse për asnjë gjë. E kështu që shihemi për të mira inshallah edhe çdo të mirë. Shihemi herë tjetër. Respekte. Ishim në IM sonte quhet, pra un jam nëse flasim shqip ose në anglisht, IM Mark Palnikaj, studius, albanolog dhe kërkimtar i të vërtetave në arkiven e Vatikanit. Faleminderit shumë, shihemi.